fshat ka diçka të veçantë që të përqafon sa po arrin. Është ajri i pastër, tingulli i zogjeve dhe aroma e tokës. Por, më së shumti është mikpritja e njerëzve bujar dhe traditat që nuk shuhen me kohën. Në shalë të Lipjanit, kjo frym dihet edhe më fuqishëm, një fshat që harmonizon të vjetran me të rinë, e që simbol të historisë dhe krenarisë ka kullën e njohur si sheshi i Rambuellit. Sheshi i Rambuellit ndodhet në shalë të Lipjanit, pikërisht këtu në qendër, ka marrë këtë emër për shkak të delegacionit të UÇK-s, andaj edhe burimet lokale ose me një fjalë banorët e quajnë ende të tillë, sheshi i Rambuellit. Dikur çdo të diel, fshati gjallërohej nga pazari, një vend ku njerëzit jo vetëm blinin e shisnin, por edhe takoheshin, rrëfenin histori, krijonin miqësi dhe lidhnin besën. Në këtë pjesë të fshatit është mbajtur edhe pazari disa vite më herët. Po them disa vite pasi që edhe unë e mbaj mend, nga banorët e fshatit kanë dalë të shesin produkte të ndryshme. Gjithashtu edhe unë kur kam qenë e vogël kam dalë këtu edhe kam bler CD-a me filma vizatimor, që ka qenë mënyra e vetme qysh me i pa ato filma, edhe ka qenë një kënaqësi e vërtet. Mirë po tash atmosfera është krejtësisht ndryshe. Shala ka edhe një veçanti tjetër, që e dallon nga fshatrat e tjerë, ku në krye të fshatit është një grua, udhëheqësja e parë femër. Afër vetës kam Gjyla Karpuzin, kryetare e fshatit, ku kam kënaqësinë që një herët është edhe arsimtare edukatës fizike në shkollën fillore, gjithashtu edhe arsimtarja ime. Përshëndetje. Përshëndetje, kam. Faleminderit që pranove me qenë edhe një intervistë me ne. Faleminderit edhe prej teje, kam nderin edhe kënaqësinë para në nxënësës time të erë një intervistë. Kështu që kënaqësia është edhe imja. Faleminderit. Arsimtarja po më tregon pikë pare kemi marrë ditë e diel sot në fshatin Shal, po si është dita e diel për juve? Zakonisht për mua, dita e diel është thujase sikur ditët e zakonshme, me qenë se jam e pushuar prej punës, po punëve tjera, të cilat i kam të obliguar në realitet, jam me një program që edhe dielën e shfrytëzoj. Për shembull, për zonë sot në ora 20 e kam mbledhjen e këshillit të fshatit, kështu që unë gjithmonë jam program punës. Po ç'është është diela për fshatarët? A din sa kanë diçka për me bëu ndaj aktivitet, pasi që e dim që bukuritë e Shalës nuk kanë fund. E vërtet. Kam kënaqësinë të flas për fshatin Shal, me qenë se sot e diele ditë mbar, me qenë se shumica e fshatarëve po tham se janë në pushim këtë ditë, mirë po besoj që çdo familje i ka programet e veta. Tashte çdo familje është e emancipune, kanë gjitha njerëz me fakultet, i kanë ato programet cilat para ditën ashtë të pushojnë, mas ditë mirën me aktivitete, fatëparsisht që fshati Shal o boni transfer shumë i bukur në të, që gjitha moshat i kanë rrugën se ku ta kalojnë edhe kohën e lirë. Për shembull, të rinjët kanë fusha sportive mjaft, kanë salla mjaft, mosha mesme tash bujqësia dihet se në fshat janë të pajisnë me gjitha pajisjet, e trit kush do në jose të më shumit e kanë rekreacionin e grykës që është një bukuri e rrallë natyrore, do me thonë kompletohet me gjitha të mira. A ka ndryshuar ndoshta edhe dielat më herët ka pas edhe atmosferë ndoshta më shumë këtu në fshat? E vërtet është marrë me për viteve 80-90, mas shumë të ky fshat është marrë me bujqësi, edhe në realitet normal që ka pas bumzhim të punës më të madhe. Mirë po tash me transferin e pas luftës e ka bët vetëm, tash do më thonë të gjithë janë thujase të punësun, ju kanë rrok dihet se punës qytetit, edhe kështu që fshati është pak ma i qetë në realitet, po me të vërtet tash dallimi është
Kë mes kohës kalume dhe tanishme, po si do që tjetë edhe tash, si e përmena më heret, ka aktivitete edhe ndilën. Po si ndjeni ju si një grua që jeni në udhëheqje të fshatit, edhe kur ishini që edhe gratë e tjera të këtij fshati po përparojnë ndoshta edhe po punësohen edhe po kanë jetë pak më të mirë. Këto kënaqësia ime, në radhë por që 40 vite jam në këtë fshat, edhe mburemi edhe krenuemi që ky fshat me të vërtetë që më ka dhënë një farë perspektive, të ma dhënë besimin e kryesisë fshatit, që është një thymje, një tabuje, mirë po edhe më shumë për krohja e femnave, që ja ku më dhënë një farë mbështetje, që me konën edhe më të fuqishme edhe më të lira me një farë forme, po ato ashtu kështu të shkollumet na jemi më të lira të gjithë, po jem të kënaqur me këtë punë që e baj. Është ndoj pojim edhe pak te kjo pjesa e shkollës. Sa ka ndryshuar ndoshta ndër vite edhe numri i nxënësve, a ka ndoshta njerëz që po ikin nga ky fshat apo nuk është një fshat i tillë? E vërtet është çdo fshat Kosovës ka filluar emigrimi, edhe në Sholja ka filluar, me të vërtet që edhe numri i nxënësve ka rënë, po si të them, tash për tash i kanë kushtet shumë të mira për punë. Fatëbarësisht se kemi një sallë shumë moderne që kam kënaqësinë që punoj tash edhe në jetë gjysmën tonë, edhe më të vërtet po ecim përpara. Do me thonë me punën time edhe të nxënësve edhe krejt kolektivit, jam falenderuese që çdo garë komunale triumfoj me venat para. Po sa jeni lidhur ju me fshatin, se e dim që na shaljantina të lidhën pak si tepër me fshatin, a keni menduar ndonjëherë ndoshta me u largu nga fshati, me shku me ndonjë qytet, me jetu, apo? Absolutisht ju, se me të vërtet për i fshatit dhe në fshat. Kështu që shumë jam e lidhun edhe kam respekt ta shumë të madh me këtë fshat, edhe do të mundu në kontributin tem qysh ditët e para kur ju marrë, deri në fund ta kaloj se mas mirë të ofër këtyre qytetarëve si ja vlen. Edhe pse mundësitë për shkollim jashtë fshatit janë të kufizuara, Shala ofron arsimim nga kopshti deri në shkollën e mesme, ku kanë nxjerr edhe profesionistë të suksesshëm që nuk e kanë harruar kurrë prejardhjen e tyre. Fshati Shala karakterizon një veçori e veçantë që gjendet mes dy maleve të Bjeshkës dhe të Blinajës. Është një loginë shumë e mirë që ka një pozitë gjeografike mjaft të volitshme, edhe është mjaft përshtatshme për të jetuar njerëz ashtu siç kanë qefin gjithë njerëzimi. Si është një ditë ta kalosh në këtë fshat, edhe posaçërisht po du me u ndal tek dita e diel. Si kalohet dita e diel? Çfarë atmosfere mbizotron në këtë fshat? Po në fshatin tonë ekziston një atmosferë shumë e mirë, edhe t'ju them të vërtetën se këtu në fshatin Shal jetojnë një numër i banorëve bukur mirë, po me tashmë dihet se kanë emigruar shumë, po këta që jemi për momentin e kemi këtu një harmoni shumë të mirë, një jetesë shumë të mirë, jetojmë së bashku, tamam me një harmoni kështu të them shoqërore, familjare, gjitha ashtu siç kërkohet që të jeton njeriu si njeri. Edhe fshati Shal numëron mëse 20 lagje, edhe këtu ajo më bën përshtypje të madhe që gjithë grup moshat e njerëzve që jetojnë këtu kanë një shoqëni shumë të kësume dhe një harmoni shumë të mirë. Edhe kjo të bën përshtypje edhe të lën mbres që të jetosh këtu edhe ta duash këtë vend shumë. Ju na tregut pak më herët që ruani edhe vetë ju shoqëri me disa prej miqve t'juaj, edhe e keni kështu si traditë që kafen e mëngjesit të dielën me pi së bashku. Shumë e vërtetë është, e pim së bashku edhe gjatë neve të ndryshme që po tash në momentit që ishëm duke pirë kafe, kish edhe njerëz tjerë dhe fshatra për rreth, që fshati Shal që kufizohet me fshatra për rreth, do bajnë Cercinac, Krojmir, Kënej Kleq, dy blokë edhe kështu ishin edhe njerëz për rreth, që po qëndronim tamam duke pirë kafe, duke bërë muhabete, tamam shikoje në traditën tonë shqiptare.
Sa ju pëlqen fakti që edhe pse jeni shumë banor, prapë ruani raport me njëri tjetrin? Po, na pëlqen fakti sepse e kem kështu një bazë të edukatës marrë pikërisht nga familja edhe nga të parët tanë. Sa të parët tanë kanë pas një harmoni tillë. Se dikur fshati ynë në vitet 1900 ka ekzistuar vetëm 40 shtëpi. Dhe nga ato 40 shtëpi edhe jem fishall që e kem rujt traditën, i kem rujt zakonet, i kem edhe është ta them atë fjalën e vërtetë që është kënaqësi që ata neve na kanë edukuar që dim ta duajmë veten, ta duajmë shokun, ta duajmë mikun, ta duajmë vllahun, ta duajmë gjithë. Kështu si njerëz edhe ta mund kena neve që të bëjmë jetë lumtur këtu në Shal. A ekziston ndonjë ushqim që e karakterizon Shalën? Po, ekziston. Ushqimi tradicional që i kem pitet, po dhe flinjat. Po flinjat tash më po përdorin edhe kështu që edhe aja ekziston, sidomos pitet që i kem është mos e përditshme, edhe produktet shumështore janë kështu prezent çdo herë në sofrën tonë. Po ekziston ndonjë ushqim që çdo të diel përgatitet? Kështu është ka mbet ende si traditë që çdo të diel me u përgatitet. Po, çdo të diel përgatitet tonë në Gryk edhe e kem duke falendëruar një familje që e ka ndërtuar një vend të mirë dhe ka bërë përshtatshëm është familja Shkëmbulli që e ka bërë përshtatshëm vendin për me qitë flinja dhe kështu që vinë edhe qytetarë që i kem që jetojnë se dhe për qytetet tjera tona, siç është Prishtinë, Lipjan, ditë e shtunë dhe vikendi, edhe e diell vinë dhe qesin flinja. Do ashta me u kthy edhe pak në kohë dhe me u kthy disa vite pas tek puna e traditave kur jemi tek kjo pjesë, dasmat më herët, si kanë qenë edhe sa ka ndryshu prej viteve të kaluara e deri më sot? Dasmat më herët kanë qenë shumë them të kënaqshme. Pse kanë qenë? Sepse është ruajtja e tradita dhe janë bajt dasmat e tilla, shembull janë ftuar gjithë vllazëllaki janë thuar edhe gjatë të tyre dashma përpara ka zgjatë 2 ditë e shtunë edhe e diell, edhe ato kem qenë gjithë ftumë, në parë është të ftuar Larja, po e ftuar thoya një kohë edhe gjithë fshati. Kështu të them 80-90% janë ftuar gjithë fshati, tani kur rrit numri i banorëve, numri i gjithëve, janë ftuar për shembull mes dashamir, shok, edhe në të vërtetë ka një traditë mirë mbajtjes së dashmave të tilla. E jo se kur e sodi që po mbahen në restorante edhe po na preken shumë qasi sepse sun po i përfshijmë në thirrje të gjithë për të ftuar, edhe nuk e them që edhe sot është jo mirë, edhe sot është mirë, po aja tradita diçka të lën mbres të kënaqësisë. Sa hezitojnë të rinjt për me ju bashkangjit këtyre traditave, për me njoft historinë e Shalës, apo nuk janë të interesuar? Po një pjesë e trive është e interesuar. Kuptohet. Nuk mund të themi që gjithë trit janë të interesuar për me ditë, për njoft traditën që unë po flas pikërisht në familjen time. Shpesh e bisedojmë për jetën e mëhershme, se si kanë jetuar printet tonë, kështu pararësit e tonë me një fjalë, edhe i njoftojmë edhe në asot gjeneratët e reja që edhe ata të paktën mos moshin që me kultivu ashtu edhe me mbajt, bilet le ta mbajnë mend që dihet që fshati Shal ka pas edhe këto tradita tona shqiptare. Tritë e Shalës e mbajnë atë traditën e harmonisë së mëhershme që kanë kalu pleshtetarë, pararësit e tonë, edhe sot tritë. Se gjithë grupë mosha, si që thash më herët, janë të shoqërume. Edhe nuk janë të shoqërume vetëm të një lagjës, po e gjitha lagjëve kombinim. Banorët e Shalës i kanë qëndruar besnik vendit të tyre, duke punuar tokën, rritur bagëtit dhe ruajtur traditat e të parëve. Disa vite merresh me blegtori?
Na mirë me edhe para lufte, po edhe mas lufte mirë me gjithë mund me blegteri babë babgjesh. Do më thane këtë Me bujtësi, tash i kena tukë me qira, pa qira tukën tonë e punojna. Edhe mirë, me fshati kena mardhonet mirë, për shambull i kulluës me baktin livadhe fshatit, kërkus në thetë kur gjanë, shumë mirë. Po edhe në këto momente do më thanë janë të kullos, se brenda do më thanë nuk janë në fermë. Ja, janë të kullos në fush janë. Për shambull, tomë janë bia, vjetat apo mëzet që rritën matë majnë, thujna mëzet apo bika, janë shumë kvalitet për mesh, se këto ajri mirë, ujtë e mirë, pustin e kena në livadhe qelen për bakti. Unë paradite i ruj vetëm shtunë në ndilën i ruj në djemt, unë e bënej pun tjera, se paradite unë i ruj, mas dite djemt i rujnë. Mirë me dronë që kemi morë dronë Zabel, mi kanë prunë djemt edhe kena dronë të i punu këtu. Jeni bogati për dimër, a? Po, për shambull na këtu në fshatë mirë me në bjesh 3 km për këtu i kena mullinën e ujtë, në luft kemi blunat mullit ujtë. E dikon banorë të 10 komuna fshatrave, 10 komuna kanë hangër bukë. Bilinat mullë e dikja vojzda kemi punu 75 ditë, 24 orë hibrit i ka qitën 1000 kg, 900 i ka qitën granë, 400-500 i ka qitën 24 orë misër të bardhë, po të bardhë kemi punu për shambull mujtë vetëm 5 ditë. Unë e matë shef kishtë me ardhen hibriti dhe groni, se kërkesat ishin të mdaja. A ka qenë është ta ma mirë atëherë jeta këtu në fshat, apo tash? Jeta gjithmonë... Në kohën moderne që jemi. Jeta gjithmonë e mirë edhe qëta është të fërë të mirë, po fshatën e kanë shu, një ndonë jashtë, një ndonë në për qytete, e kanë shu, dhe me thonë, ma shumë se gjysa fshatërin, po për fshat me të ka zë drejt... Sa është zhgënjyse në shta për juve, si fshatar këti vende? Komuna në kalon pak anash. Unë për shambull në Lipjan, unë në Lipjan kom lypen, kom po banullën, kom po Slovinë, kom po gadimin e krejt uj, për shambull e kom lypen, o 1 kilometre gjys ljumi, reka për mëdë fshatit, janë 5 hektar tuk anë e ljumit, vogël e këne ljumit, pa punu, për shkak që del uj, prej urishka prej del, edhe tuk e jetë pa punu, dikun ofër 10 hektar. E kom lypen 1 kilometre gjys me bun betan, për funi, edhe pse s'ka më në ora rreth ati ljumit vogël, që uj mas për të tjeret, për fshatin e kom lypen, që uj mas medalen, edhe mu punuja tuk pak ma mirë, pak ma shumë, po nuk jenë ujnat e zeza, e kom lyp ljumin me shtin betan, e kom lyp që kanë blinoj janë 150 hektar tuk për 300 metra rrugë, për shambull la bloku rruga, ato male mujnë më bot tuk atë truje krejt, për 300 metra rrugë zhavër, dhe edhe guralet që lushin vajza këty në herë, pëtën. Qështë e kalën një të djelë tonë? Po të djelën shkojnë atje ku e kena mullinin 2000 metra për këtë ujtë, që jesë me flinja atje. Vinë edhe njerëzit prej fshatrat malisheve se drejnosit dhe pika mosit, që jesë me flinja unë nuk i bojnë zonë dhe pësë në prune ema, pëtën. Shtetit më kanë dretu për hatret që i ka blun luft, po nuk i thamë kërkuj. Që se më flinja rrinë, anë shkojnë. Bila si të regojtë që jo prune jam, ja, vish i prashëndetje. Qysh ke arrit me i bind njerës për me i ble prodhimet e tua, produktet e tua, qumshtet? Valla i kanë po njerëzimi, në orë kanë po në livadhe të kullu. A janë qmimet e mira saj për këtë bujtësis? Na qmime në shesme me shumis të omlit, 45 cent të ofër 50-ve. E me pakic nere gjysë 2 litra, 75 cent, do me thonë. Po, fitimet janë të mira, ndosh i knaqën, me ndonë të ardhmen me rrit me zgjeru fermën? Po me ne, unë e qëtu e kom qëtë shtallë dhe një ma ne, e kom maru për moment dhe e kom bo në shupë, po do të me bli një maqinë tamlit, se halo me dorë për mjelmi, kësmet me nujna me bli, a e gruja dhe ke ju, po ka me bli, s'ka me vetë, ka me bli, në maqinë tamlit, ata fëmija, djemë të me e kanë maqinën e që i mirë baktin, ujtë e kena mrana, bilini nip ka investu për mu. Kushtet i ki të mira saj për këtë baktis? Po, sot muj me qëndru, se unë i kom dikun 6 vjetë për shtatë, sot muj me punuën, s'ka me hek baktin. Baktin e kena, për shambull, ljept e kena të kuqe, e ljup për kuqe e kohan tamlin me mazë, e ka shumë kvalitet. Qëta është i 2 filgjona si të mlaj, matë se të ujt i prita, hongra buk me tamel.
Pas vo mirë. Mira gjithë. A të shkojmë edhe na të shohim pak edhe lopë? Baktina. Hajde. Hajde. Në fush ku i mbani i kullës një lopë. Në livadhe livadhe. ku e kena kullusën për bakti. Pe i këtyne vorët pshati këtë livadhe, që shtu të poshtë, edhe për të lumit vogël, tek teri atje të livadhi i plumit, sërbisht i ka thonë gollubi, ashtë livadhi i plumit, janë kullusat e baktive tona. Po edhe tjertë me pas baktien, mujnë mi kullut. Këtu e kena... Shto keni mbjell? Këtu kemi mbjell misër, ane janë livad, tash pritet, bona ki kanë me mjellë gronë, edhe këtë misrën edhe livadhin, edhe qështu kena tu ka me qiro tunat edhe me qiro, po edhe pa qiro kena që na dhojnë, thujnë mëse ne batat me punu, na dhojnë vështatarët. Po që ndihesh nështa që edhe djemët e tu e kanë vazhdu punën tënde me baktimu marë? Po djemët e me, edhe djemët, po tash i këta të voglit, djemë të vogël e një, po të thujnë ju, na dojna me shku në fakultete, me shku më morë me kompjutera, me tjera sane, po thujnë bëllin e shku me bujtësi, na tash dojna me ndru pak. Po ju ja keni po hajrin me shta bujtësis? Po këto është në punë intenzive, jo punë e ronë, po intenzive, edhe që the ke shesha me halal. Veç jetës dhe qetësisë që ofron natyra, në këtë vend është një perlë e fshehur, si Gryka e Shalës. Gryka e Shalës është një prej perlave turistike të komunës së Lipjanit, një vend ku kërshëtohet freskia e ajrit malor, gjelbrimit dhe qetësisë, pra një destinacion i përsosur për ecje, shëtitje e eksplorim. Gryka e Shalës gjatë luftës së fundit në Kosovë ka shërbyer si strehimore për mijëra banor. Kjo traditë vazhdon ende, ata mlidhen me 13 qershor pikërisht në këtë vend, jo vetëm për të festuar lirinë, por edhe për të shërbyer si një pikë takimi për banorët. Në Shalë, mikpritja na u bë edhe më e ëmbël, falë zonjës Valmira, duke na kujtuar se tradita më e madhe shqiptare është hapja e derës dhe ngrotësia e zemrës. E kum pas dëshirë kuzhine, prej fillimit, kum vazhdu me trajnime, po ma trajnime, na prej 2021 si të punu, mirë po ecë, kemë punë. Cilat janë ato recetat e juja ose çka të shisni? Po, kryesisht trileqja ecë mas mirë, adisi ashtë të mëllësin ma shumë si. Po edhe për ditëlindje, kemë edhe si konakot, kemë çdo lloj si kërkohet për klientëve na e bën. Si ka nisë kjo dëshira për gatim, kur ke qenë ndoshta e re, a ke pas atë dëshirën që me shko afër nanës edhe me pasë që shpo gatun? Po. Pasioni a ka qaj, a dhe ma shumë si në 4 heken. Po tani edhe me kohë, me trajnime, me këto e kam. Cila është ajo recita e parë që e ke bo dhe nështë që ka dalë e shishme ose e mirë? Trileqja. E cilat janë ato ushqimet që ti ka tregu mami ose cilat janë ato ushqimet që i ke bo të parat kur ke qenë ri? Po, zakonisht do shta një turte thjesht, kështu ravani, po një baklav, kështu.
të gjitha. Po. Kur je ardhë nuse ndoshta për herë të parë këtu edhe në fshatin Shal, a ke ditë me përgatit, me gatu, ndoshta jo vetëm me ëmbëlsira, po edhe ushqime të tjera që janë kërku? Po, si një e re, ka pak. Që shku, po tani këmë vazhdu. Kush ti ka mësu ato ushqimet ndoshta që janë përgatit këtu në Shal? Vjehra. Po. A e këni pas një raport mirë, qësh ka qenë? Po, mirë, shumë mirë, edhe tash, dhe njëjta vazhdojnë. Po. Cilat janë ato ushqimet që jenë kërku këto në Shal, që ndoshta ju nuk i keni ditë, kësa e keni qenë e re, po kur keni ardhur në Shal, ju kanë kërku me i bo? Po, për momentin ashtë nuk të di, po ato pite që ndoshta janë edhe tradicionale tona, të flija, ta keni ditë me qinë? Pite me kumpira, se kom ditë. Këtu e kom ditë në sfari. Ata nuk e kom ditën. Po për flija? Flija po. Po, për flija po. Dite juja? Dita është me mëngjes, fillojnë kuzhinë, janë porosit e mëngjesit si, janë lëshu, i kemë pikat restorane si i furnizojna, janë porosit që kanë porosit për ditëlindje, na zakonisht e bojmë pjekje një ditë para, për me vazhdu shka janë porosit e sot. Tashti, unë jam kryt para ditës si i kom dërgu porosit, tash filloj me pjekjen si ka me vazhdu për nesër në mëngjes, si janë porosit, tashti janë të nërë në matu. Po qësh është këtë të djelat? A nuk dalojnë prej ditëve tjera se dhe djela është punë të ju? Vikendi është gjithë ma i ngarkune. Ma i ngarkun, po. Vikendi është ma i ngarkun. Ke sezon, vikendi është ma shumë ka punë. Po cila pjesë e fshatit që nështë ju pëlqen juve, ose që e frekuentuani ma shumë, cila është ajo? Për ku lypi qëtësi, për më të rje krejt është gryka. E një shpirtin që më pushon për qatë ditë, me shku nështë veç një vizit, nështë me shku me qitë flinja, është pjesë shumë e mirë. Po sa janë bështit se gratë me njëna tjetërën, sa keni marrëdhënie të mira, ndoshta edhe me gratë e fshatit këto? Po, unë për veti e kom gjithë vetën shumë, se janë për krase, nuk e kanë atë si gjelozina është apo diçka, po sot mujnë më përkra, edhe une. Nëse dikush e shë si ka nevoj, nëse dikush ma kërkon një numër, dikuj nëse janë shty punu, me një biznes, me një pun, diçka tjetër, une e dërgoj, se përkrahja të njona tjetër është shumë një. Edhe si fshat, ndoshta në përfshatet tjera që janë edhe ma të thella, ndoshta dhe gratë nuk është që e kanë këtë lirin, ndoshta me e pas një biznes ose me e bu. Sa e ka kriju këtë shala, ndoshta e ka thy pa këtë mentalitet? Në shalë, unë nuk e shoh si ka penges, sidomos për aktivitetet të grave, si nështë ka zona tjera, për në shalë ju nuk ka. Veç ka për krahje, po me të ndalu dikush edhe mos me zhvillu ti shka e dënë, unë nuk e kom vrejci. Po, vjera ju të sa është të knoqën ndoshta që ju sot kena arrit me pas diçka t'ju jetë, cila kena të fjallë të asaj? Shumë njët, edhe une nëse sot gjatë ditës kam diçka një ngarkes të ipet mo, nuk pritën edhe nëse vjenë më ndihman. E gjejnë mbështetjen? E gjojnë mbështetjen për çdo sa. Nëse une kam dërgu porosi, kam e marrë dikush një porosi këtu, si se kam pëza punëtorë në diçka, aja mundet me ka gashme për me dorëzu, nëse une e kam la porosi në krejtë. Nga shala heroike, mikpritja e bujaria, ne shihemi të dielën tjetër me histori e fshat të ri.